Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit shtator edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, sepse ende s'ka përfunduar muaji gusht dhe java, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ndërkohë ju ftoj që të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Ajo përcaktohet nga ora e lindjes, kështu që aty përfshiheni më së tepërmi. Atëherë shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjës së ujorit, energjia e shenjës së briciapit dhe kemi energjitë shenjave të tokës. Gjithsesi ju mund të keni dhe hënën ose ascendente në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Fillimin i javës ju shoh që keni manifestuar në lidhje me një dashuri dhe shoh një realizim këtu. Ose ju keni manifestuar në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me punën, me familjen, në lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë të bëjnë me teknologjinë për një pjesë prej jush. Gjithsesi unë shoh një realizim në çfarë do lloj gjëje që ju keni manifestuar. Por shoh që nëse keni manifestuar në lidhje me një njohje të re, shoh që mund të jetë një njohje që ju keni pasion dhe dëshironi të investoni në lidhje me një person. Për pjesën tjetër, shoh që keni manifestuar në lidhje me disa situata që mund të kenë qenë të vështira në lidhje me ju, mund të ketë qenë një situatë e vështirë në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, dhe ju dëshironi të keni një punë të dytë të investoni, shoh që do jeni më të organizuar gjatë mesit të javës dhe fundi i javës ju gjen që ju do rrisni të ardhurat tuaja. Ndoshta mund të bëni një punë të dytë dhe aty do shtohen të ardhurat që keni, mund të shtohet rroga juaj. Në rastin tjetër ju mund të kërkoni një rritje rroge. Gjithsesi unë shoh që ju realizohet. Por duhet keni kujdes në lidhje me një pjesë tjetër sepse mund të keni manifestuar në lidhje me diçka që mund të jetë një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie ku mund të jetë pak e ngatruar në lidhje me ju. Dhe kjo i përshtatet më tepër 10 ditëshit të dytë, fillimit të 10 ditëshit të dytë. Ju do investoni te ky person, por shoh që mund të jetë edhe një marrëdhënie që mund t'ju krijojë pak tension, stres, ose mund të keni të bëni edhe me persona toksik. Gjithsesi, është një javë fantastike me realizime, me pasion, do jeni më të organizuar në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë dhe energjitë shenjave të ujit. Shoh që ju keni ngecur në mendime negative në lidhje me një person, në lidhje me një dashuri. Mund të jetë një person i ri, ose mund të jetë që ju mendoni negativisht në lidhje me këtë person, i vendosni qëllime vetes në lidhje me një pasion që ju mund të keni ose me një njohje që dëshironi të hyni, ose në një marrëdhënie të re që ju dëshironi të hyni, dhe shoh që ju do jeni do tregoni shumë emocional, por ju shoh që ngeceni në mendime negative, mendoni negativisht, sikur kjo njohje ose ky person nuk ka emocione në lidhje me ju. Por unë shoh që ky person ka emocione dhe shoh një energji femërore më tepër këtu, sepse jemi te energjia e ujit. Gjithsesi, për pjesën tjetër mund të keni ngecur në mendime negative në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, por unë rrugën e shoh të hapur. Thjesht keni bllokuar veten me mendime, keni mbyllur syt, nuk dëshironi të shikoni gjërat qartë, por rrugën e keni të hapur në lidhje me çfarë do lloj qëllimi që i keni vendosur vetes. Këto mund të jenë qëllime nga ana profesionale, në lidhje me punën tuaj ose në lidhje me karrierën, në lidhje me anën tuaj ekonomike, në lidhje me kontrata të ndryshme që ju dëshironi të bëni, që të keni, dhe shoh që aty do çliroheni
sepse shoh që ju mendoni që nuk mund t'i realizoni të gjitha këto, edhe pse shoh realizimin në fillim të javës, në javën e dytë bllokoheni duke menduar negativisht në mos realizimin e gjërave. Po dhe ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, por në fund të javës ju edhe çliroheni nga ana shpirtërore, por ndërkohë shoh që do keni dhe lajme të mira. Në lidhje, këto mund të jenë lajme të mira në lidhje me punën, me marrëdhëniet tuaja, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet tuaja për një pjesë tjetër. Gjithsesi shoh që është një javë e mirë çlirimi dhe me qëllime në veten tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë të shenjës së peshqve, energjitë të shenjave të ujit dhe energjitë të shenjës së peshores. Ju shoh që jeni ndirë të sakrifikuar në lidhje me një njohje, lidhje në familjen tuaj për një pjesë tjetër. Një pjesë tjetër mund t'i ndiheni të sakrifikuar në lidhje me marrëdhëniet tuaja në çift, në familjen tuaj, në punën tuaj. Është një fillim jave ku ju ose ju mund të ndiheni dhe pak të lënduar gjatë fillimit të javës së tretë, ndoshta në lidhje me një njohje që mund t'ju zhgënjej ose me një marrëdhënie. Gjithsesi, mbas datës 15 çliroheni në çfarë do lloj situate, por unë shoh që ju do analizoni gjithçka në lidhje me emocionet tuaja, në lidhje me gjërat që ju keni bërë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, çfarë ju keni dhënë dhe e ndjeni veten të sakrifikuar dhe çfarë duhet bëni kthej dhe në vazhdim. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me ju mund të keni dhe persona që kanë probleme me shëndetin tuaj, persona që mund të kenë probleme me ligjin ose diçka tjetër, ju shoh që analizoni gjithçka, jeni shumë mbështetës ndaj situatave të tilla, por për pjesën tjetër shoh që ju do çliroheni nga kjo situatë, do filloni të ndjeni një lloj çlirimi, do ndjeni më të qetë, do ndjeni mirë në momentin që ju do filloni të bëni gjërat që ju mendoni se janë më të drejta për ju. Dhe shoh që vini një drejtësi këtu. Ose ju i jepni zgjidhje, një çështje, një situate, dhe tham, mund të jetë një situatë në lidhje me emocionet tuaja, në lidhje me një dashuri. Shoh që jeni shumë, keni ndjenja, jeni emocional gjatë javës së tretë, por ndërkohë do të jepni zgjidhje një situate. Për pjesën tjetër, shoh që ju do merrni lajme të mira në lidhje me një çështje, mund të jetë çështje gjyqësore në lidhje me ligjin ose diçka tjetër, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet tuaja. Shoh një lloj zgjidhje, ju do besoni shumë brenda intuitës suaj, por ndërkohë ju shoh që do vini gjërat, do filloni të balanconi gjërat, situatat që ju do keni. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me familjen, me fëmijët tuaj, mund të jenë fëmijët ata që dëshirojnë të japin zgjidhje diçkaje, kjo ju bën krenar, do ndjeni më të qetë, do ndjeni mirë. Por edhe në lidhje me çështje dokumentash ose me çështje ligjore që mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të tokës. Fillimi i javës shoh që ju do dhuroni shumë emocione, ose një person vjen dhe ka shumë emocione në lidhje me ju. Sepse shoh që ju analizoni gjithçka, do ndjeni më të qetë, më mirë, do të jepni zgjidhje një njohje. Dhe shoh që ky person ka emocione në lidhje me ju. Por ndërkohë ju do jeni duke menduar, sepse ju shoh që keni marrë eksperienca në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju t'i mendoni gjërat më logjikisht, dhe të merrni një vendim në lidhje me këtë person. Dhe mund të jetë një person në shoqërinë tuaj, te vendi punës, jo në shoqëri, por mund të jetë te vendi punës. Është një person që ju admiron, ju pëlqen, tërhiqet nga ju, por shoh që ju do ta shihni më tepër fizikisht, ndërsa për pjesën tjetër shoh që mund të jetë edhe një person në grupe njerëzish. Ju mund ta merrni në grupe të ndryshme, varet se në ç'grupe bëni pjesë ju. Ndërsa në lidhje me punën, me familjen, me shtëpinë, shoh lajme të mira, një çlirim shpirtëror duke i dhënë zgjidhje dhe duke vënë një drejtësi, por edhe në lidhje me çështje ligjore, dokumenta të ndryshme, por edhe në lidhje me studimet tuaja.
Shoh që do keni udhëtime gjatë këtij muaji, udhëtime mund të jenë të shkurtra ose të gjata. Shoh që keni të bëni me institucionet shtetërore. Aty ju do jeni ndoshta duke futur dhe një frymë të re nga eksperiencat që keni marrë, do filloni të shikoni gjërat në një këndvështrim tjetër, duke futur një frymë të re në jetën tuaj, duke marrë vendime të rëndësishme, por vendime bazuar në logjikë. Për pjesën tjetër mund të kenë lidhje me këto çështje, që mund të jenë çështje që kanë lidhje me dokumentat, me studimet, që ju përballeni me institucionet shtetërore. Dhe shoh që aty do bashkëpunoni në lidhje me këtë gjë dhe me persona të tjerë. Ndërsa në lidhje me punën, ju shoh që keni marrë eksperienca, çliroheni nga një dhe jepni zgjidhje një situate, por në fund të muajit ju shoh që ju dëshironi ndoshta të filloni një aktivitet, një biznes, një trajnim ose diçka tjetër, përballeni me disa dokumenta zyrtare që duhen bërë, filloni këtë biznes ose këtë punë ose këtë aktivitet ose këtë trajnim, shoh që do jeni të admiruar dhe nga persona të tjerë aty, por gjithsesi do ndiheni të pakënaqur në lidhje me të ardhurat që do keni. Dhe këtu flasim për gjithë ata që mund të kenë dhe aktivitete private, që të hapin diçka. Gjithsesi është një muaj fantastik, realizim, do jeni më të organizuar, duhet keni kujdes nga marrëdhëniet të ngatruara. Shoh që do investoni në lidhje me shtëpinë, me familjen, te fëmijët, do investoni te vendi punës, do rrisni të ardhurat tuaja. Thjesht duhet të dilni nga mendimet negative, sepse bllokoni veten kur gjërat nuk janë ashtu si mendoni, rrugën e keni të hapur, i vendosni qëllime vetes dhe kjo është energjia kryesore e qendrës dhe ju çliroheni, por keni lajme të mira, do ndjeni më të qetë. Por java e tretë ju gjen përsëri në analiza, duke analizuar gjithçka, në lidhje me njohjet, në lidhje me një dashuri që dëshironi të futeni, ose një dashuri që keni pas dhe një ndirë të sakrifikuar në këtë dashuri, dhe ju jeni duke analizuar diçka në lidhje me një person tjetër. Dhe shoh që dëshironi të jepni zgjidhje, dhe unë shoh që ky person ka emocione në lidhje me ju. Por gjithsesi ju keni marrë eksperienca dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës në lidhje me këtë dashuri, duke futur një frymë të re, duke marrë një vendim. Është një person që ju admiron te vendi punës. Ndërsa në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, mund të jenë çështje ligjore, çështje dokumentash, ose mund të jenë edhe çështje që kanë lidhje me ligjin. Ju shoh që do çliroheni, do merrni lajme të mira, i jepni zgjidhje situatave, shoh që do fusni një frymë të re në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni, dhe shoh bashkëpunime në fund të muajit. Atëherë është një muaj fantastik, duhet ketë pak kujdes 10 ditë shi dytë. 10 ditë shi tretë nuk do ketë ndonjë gjë shumë ndryshe, por thjesht bazatës 15 shoh që do jeni më mirë. Gjithsesi marrim mesazhin nga angjëjt dhe ju thot: ju jeni në një moment ku mendoni seriozisht në lidhje me një dashuri. Ky muaj do t'ju bëjë që të mendoni seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ose ju do mendoni seriozisht në lidhje me anën tuaj ekonomike. Shoh që jeni në një pozicion të mirë për disa prej jush, dhe e rëndësishme është që këtë muaj të nënshkruani dhe kontrata, dhe ishte te energjia e qendrës kjo gjë. Ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me kontrata të ndryshme që dëshironi të bëni. Këto kontrata nuk janë vetëm ekonomike, mund të jetë një kontratë në lidhje me punën, në lidhje me një kontratë për udhëtime, për të shkuar diku jashtë shtetit, varet për çfarë arsye shkoni, por gjithsesi në një farë mënyrë edhe ajo quhet një lloj kontrate, ose kontrata që mund të kenë lidhje me studimet tuaja, që janë në nënshkrime, dhe ato hynë edhe ato te kontratat, ose në lidhje me çështje ligjore, në lidhje me dokumenta të ndryshme. Gjithsesi jeni të mbështetur nga angjëjt, ju keni fillime të reja, të menduara mirë gjatë këtij muaji, por është dhe një muaj i rëndësishëm për nënshkrimin e kontratave të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Por mund të jenë dhe kontrata martesore, pse jo? Gjithsesi është një muaj fantastik në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë
sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppi. Ju ftoj të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj përsëri një muaj të mbar, një mbasditë të këndshme, një fundjavë sa më të bukur për gjithë ju. Dëgjohemi në videot e radhës.